116 persona aktiv me COVID-19 janë aktualisht në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor në Korçë. Në ditët e fundit ka patur një shtim të rasteve të reja me koronavirus dhe kjo sipas drejtorit të kësaj njësie, Mikel Llogori, është si pasojë e mos respektimit të masave mbrojtëse nga ana e qytetarëve, por edhe nga disa institucione. Në lidhje me këtë çështje është zhvilluar ditën e sotme një takim me prefektin e qarkut të Korçës dhe me aktorë të tjerë që kanë lidhje të drejtë për drejtë me zbatimin e masave anti-Covid. Aktualisht kemi 116 raste aktive. Ditët e fundit kemi patur një shtim të rasteve dhe kjo ka qenë kryesisht nga mos respektimi i masave nëpër institucione të ndryshme dhe përfitoj nga rasti për të bërë thirrje të gjithë drejtuesve të institucioneve të ndjekin me rigorozitet ndjekjen e protokolleve, po kështu edhe biznesi privat, megjithëse deri në këtë moment nuk kemi pasur një transmetim në përfasoneri, nuk kemi pasur vatra shumë të mëdha, do thoja gati fare, por megjithatë duhet një kujdes maksimal, sidomos me hapjen e ambienteve të brendshme nëpër bare apo restorante. Në lidhje me këtë çështje kemi patur dhe një takim sot me prefektin e qarkut të Korçës, me drejtues të institucioneve kryesore që kanë lidhje drejt për drejt me zbatimin e këtyre masave dhe kemi riforcuar edhe një herë bashkëpunimin midis institucioneve, po kështu kemi kërkuar një rritje të përgjegjshmërisë nga ana institucioneve, një ndjekje më të mirë të rasteve nga gjithë secili dhe një monitorim të vazhdueshëm të situatës. Besoj që me shtimin e masave mbrojtëse, sepse nuk janë masa shtrënguese, ne do të kemi një rezultat akoma më të mirë, pra do të kemi një ulje të rasteve. Të shpresojmë që pas rasteve të reja dhe vatrave nëpër kopshte apo shtimit të rasteve në disa institucione të tjera të kemi një përgjegjshmëri më të lartë nga ana e gjithëve dhe sigurisht kjo nuk mund të ndodhë pa bashkëpunimin e qytetarëve. Që nga fillimi i pandemisë në vendin tonë, nga ana e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Korçë, janë kryer 2090 testime, prej të cilave 426 kanë qenë ritestime. Numri total i personave që kanë rezultuar pozitiv deri në këto momente ka shkuar në 536, prej të cilëve vetëm 21 e kanë humbur betejën me COVID-19. Momentalisht janë duke marrë kujdes shëndetësor në spital 48 persona.